shkani te Allahu, kthanu, jo, firru, ikni. Ja pse ikni? Pse ikni? Njeri kur iku dhe njëva? Kur ik njeri? Njeri ik kur këtutët, kur ka rrezik, ik. Andaj, nëse mbeteni largë Allahut, në rrezik jeni. Nëse mbeteni, ju të thyrë ka Allahut, në rrezik jeni. Dhe për aqë sa jeni largë Zotit, gjithë mund të rrezikuar jeni, në jetën, në mendjen, në pasurin, në kejtë që ka keni. Ik të Zotit, ik të siguria, ik atje. Dhe gjithashtu të kërtë Allah Gjellë, ik në kupton shpejtësinë e këthimit. Jo, që ashtu të është që shpothuaj, kismet, në shvalla Ramazan në ashëm, kjo asë zhag nuk ka me shku të ka Allahu Gjellë u ala. Një vjet i vynë mas argumenteve, me Allah, ka zhag nuk ka me shku. Vallaj, zhag me pashku, kishmërin në gjami, mas një muja, pish vetë. Kjo firru, shpejt, me herës ka ku, nëziton nga se del diqka, ndërpen diqka, qka bën ti pastaj? Mund është që në situatën ku je i pasigur të kapesh nga armiku. E tani qka bën apë? Firru ila Allah, ikni tek Allahu te barekotale. Qka është? Kthimi i shpejt tek Allahu xhallahu ala, zbatimi me njerëshëm, dinamika e lëvizjes. Sikur që kemi cekë edhe në ajetin që Allah thot, "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah." A nuk ka arkoa që besimtarëve tashmë veç zemrat e tyre të përulen në raport me atë që ka zbrit nga vërteta. Jo vetëm pranu, jo vetëm besuante, po të përulen, të thehen, të gjynjëzohen para të vërtetës. Kur ka zbrit kjo atë? Thotë Ibn Mesudi, pak vjet kanë kaluar, pak nga fillimi i shpallës, numër kemi qenë kur Allah na ka qortu. Ibn Mesudi ka kuptuar qortim, ka dal po ecni. Kush ka dal Allah? Sahabët e Mekës ka dala? Po ka dala. Ma shpejt, me ndiku në zemër kërën, ma shpejt. Mas të argumenteve, që po të mo? A ki hamendje ka du të me shku? Njeri, kur ka hamendje nuk nganë. Apo, këqyr njëre nalet, kur s'ka hamendje, që isha këqyr anash mo. Ta është në cilën fazë jem naftën, të hamendjes, të eksperimenteve apo të bindjes. Mas që saj që Allah përmeni, s'ka më hezitim, nuk ka më hamendje, ka bindje. E kur ka bindje, ka ikje, ka lëvizje të shpejt. S'ka tjetër mo, nuk ka tjetër. Ka u rrug një kasha, një orientim është, nuk ka shumë orientime. Shumë orientime ka kur i pasigurt, kur s'ki dije, nuk din tash, a që kjo rruga ke me shku të filona që kjo? Cëlla rrugë është? Që them nalësh e vetë, kur e din sakse shku o gjamia, që s'nalësh mo, drejt shkon gjami. Te Allahu Gjellera, a ki hamenje ma, pe din që ku du të me shku, a din adresën, po e di, firru, nga një pra, nëzitoni, ikni tek Allahu te barekotala, se nuk guxon asnjëherë të sillesh me komoditet në raport me argumente që Allahu t'i ka treguar, në raport me kuptime që të kanë ardhur, në raport me udhëzime që të kanë ardhur, nuk bëhet me komoditet, ka ku, jo, që të shtysh obligimet, sigurisht qoftë namazin, me largu një haram, mbulesën, firru ila Allah, nxita ka mbulesa shpejt, nuk ka ku. Arabët i kanë nedhir njerit i cili duke ardhur në qytet vet i ka pa ushtrit ka vimi asu me vene. A këta s'di këta tu shite, tu bleje, tu shpijat veta, a nuk përdin që përvin armiku me sulmu. Ky e ka pa, se rrugu së konë. E jep ma shumë apo devës a kalit vet në atë ko, edhe inni lekum nedhir, une ju marrë me thonë që mledhë në organizojnë se në prak i kjeni. Që kjo është nedhir e përta. E kur thotë Allahu fefirru ila Allah, nxitani thotë pejgamberi, unë e kam marrë më tregurin se shpejtër puna. Nuk është situata komode që ti me komoditet me i shty obligimet, e me i shty ndalesat në kuptim të veprimit, e me marrë me sportivitet këtë çështje se ka ku alhamdulillah shoqërshim, jo valla, çështja është serioze.